E përmendir Ministri Vitia që në një vizit krejt të rastishme, unë në klinikën e radiologjisë zbulova se jam e diagnostifikuar me kancer në stadin e parë. Dhe natyrisht mendimet janë të ndryshme në momentin kur dikush të thot se je me kancer dhe ai është malinjoz, jo benin. Se shpresa gjithmonë shtyhet deri në atë fazën ku ndoshta është diçka tjetër, ndoshta nuk është malin, por ja që të dy ndoshtat dolen pozitive në rastin tim dhe u ballafaqova me një sfidë, mund të them për veten time, të lehtë. Po e them të lehtë për shkak se zërat, sikur ajo e zonjës Nafie, që kam punuar ndër vite të tëra, që ta heqin tabun nga tregimi i secilës së prekur e secilit të prekur me kancerin, të bëjnë të marrë shpërsipër edhe një kapel shtesë, atë të avokimit, atë të shtyerjes dhe ballafaqimit me frikën për të gjitha gra dhe për të gjithë burrat që frigohen të bëjnë analiza apo të bëjnë kontrole. Unë këtë fatimin, ndaq të mirë, ndaq të keq, e kam kthyer në mision. Dhe ky mision është që secila vajzë dhe grua të kontrollohet, të bëj check-ups të rregullta. U kam rastis të lind në muajin tetor, edhe pak ditë kam ditëlindje, në muajin tetor jam diagnostifiku, e muajin tetor do e shfrytëzoj që maksimalisht t'ju them të gjithave mos u friksoni. Të gjitha shërbimet të cilat unë i kam marrë në sistemin publik. Do me thënë në klinikën, në gjitha klinikat që i përmenda, në qendrën klinike universitare të Kosovës. Të gjitha krejt çfarë duan, përfshi edhe një analizë shumë të veçantë, e cila ende në rajon në sistemin publik nuk bëhet, e për të cilin duhet jemi shumë falenderues ish presidentes Jahjaga, analizën e Sentinelit në mjekësinë nukleare, e cila kursen gratë edhe nga prerja më e madhe e masës së gjirit, por gjithashtu edhe nga heqja e gjendrave, të cilat mund të pamundsojnë pastaj aktivitetin e dorës në varësisht nga cila anë bëhet operimi. Prandaj të gjitha këto shërbime janë në sistemin publik. Gjatë këtij muaji, mamografet, ultrazëri dhe gjitha ofrimi kontrollave në gjithë Republikën e Kosovës, e përmendi ministri, është shumë i qasshëm. Andaj mos u friksoni, nëse ndonjëra ka frikë do vi me ju, ashtu tash më kam fillu edhe të shkoj, kam dërgoj pacientët te doktoresha Shkëndije në radiologjie, të tjerët, po insistimi duhet të jetë shumë më i madh për të gjithë, për arsye se diagnostifikimi i hershëm është shpëtimi i jetës. Unë sipas gjitha gjasave, të paktën ashtu më kanë thënë në klinikën e kirurgjisë torakale, edhe në onkologji, 99% i kam shansat që nuk do vdes prej kancerit. Nëse diçka tjetër ndodh, kam punë me doktorët. Jo, s'është ashtu. Po, sidoqoftë, këtu nuk jam si politikane, po jam si njëra prej ju, si një grua, si një nën, e gjithashtu du të ndaj me ju vetëm edhe një moment shumë personal, dhe kjo ka të bëj me mendimet që grati kemi në momentin kur vije diskutimi për diagnostifikim. Shumë gra e mendojnë se ndoshta është më mirë mos ta dinë dhe të shkojnë deri në stadin e fundit, apo e mendojnë se çfarë do të ndodh me të tjerët që i do i lëm pas. Kjo kontroll dhe ky trajtim është për ju. Mendimi im i parë ka qenë për djemtë e mi. Kom mendu, a do të mbri në rast se ndodh diçka tjetër, të jem jo diku tjetër pos në diplomimet e tyre. Dhe atëherë e kom kuptu se po bëhem, ndoshta jam duke mendu keq. Ta mendoj për veten, për pjesën tjetër të jetës dhe aktivitetin që duhet ta bëjmë. Prandaj edhe ju, së pari bëjeni për veten tuaj dhe pastaj për të gjithë tjerët që ju duan. Ju falenderoj.